Prej 27 ditësh vjen operacioni për gjetjen e trupit të 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili dyshohet se është rrëmbyer nga rrjedha e lumit të madh në datën 10 janar, pas një aksidenti që pësoi mjetin në të cilin udhëtonte drejt banesës, bashkë me 24 vjeçarin Andi Losha, i cili arriti të dilte i gjallë. Në operacionet e kërkimit janë forcat tona të armatosura dhe njësia speciale e forcave të sigurisë së Kosovës. Për të ndjekur nga afër operacionin, këtë të ende të pranishëm ishin Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vëngu dhe Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonci. Pas një takimi me familjarët e Jurgen Karajt, Ministri Vëngu tha se operacioni do të vijojë nisur edhe nga indicje e ditës së fundit, e cila është gjetja një kartë identiteti, të cilën 30 vjeçari Jurgen Karaj e mbante me vete. Ju i keni ndjekur gjithë këto ditë, qoftë mobilizimin në orët e para të forcave speciale, të polumbarëve, të ekipeve të Reneas dhe që nga data 27 ne patëm komunikim me homologun Maqedonci që na bashkohet sot dhe dua ta falenderoj për gjithë angazhimin e ekipeve të kërkim shpëtimit nga forcat e sigurisë Kosovës, të cilët kanë bërë të mundur që ne të mund të shpërndajmë praktikisht forcat në një gjeografi shumë të gjerë, 34 kilometra, që nga gjithë gjatësia e lumit madh deri në Gryqderdhje dhe deri në gjithë liçenin e Ulzës. Gjendemi aktualisht në zonën e urës së rreth bazit. Praktikisht janë përqendruar 32 forca në këto momente në dy krahët e basenit, si kundër dhe elementë të tjerë teknologjik, skaner që na vinë në ndihmë shpesh për të bërë identifikime aty ku kemi dyshime. Është gjetur një kartë identiteti e babait të ndjerit, siç jeni informuar, çka tregon praktikisht është një sinjal për vendodhje të mundshme, ndaj dhe i kemi përqendruar forcat në këtë zonë. Është një operacion i vështirë për efekt gjeografisë, siç e thash, për efekt të shtrirjes, për efekt të gjeologjisë gjithashtu, edhe efekti prurjeve masive që ka pasur gjithë muaj nuk është se ka lehtësuar operacionin. Ajo që është e rëndësishme të them tani, pa shprehur detyrimisht në një element shtesë, sepse operacioni vazhdon, nuk do ta rreshtim operacionin, do vazhdojmë, do qëndrojmë në terren, qofshin ekipet e kërkim shpëtimit të forcave të armatosura të Shqipërisë, qoftë edhe, siç do u thotë dhe kolegu të FSK-s. Ndërkohë, Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonci deklaroi se ekipi special i FSK-s do të jetë krah forcave të armatosura të Shqipërisë deri në fund të këtij operacioni. Ky operacion është në kohë të bashkëpunimit të vazhdueshëm, ofrimit të mbështetjes së ndërsjellë mes dy vendeve tona, mes ushtrive tona. Në këtë aspekt, Forca e Sigurisë së Kosovës ka zbarkuar këto me një njësi të specializuar, me specialistë të kërkim shpëtimit në ura, me skaner dhe kamera, cilët bashkë me forcat shqiptare janë duke vazhduar kërkimet për gjetjen e personit, mund të themi, të humbur, dhe e tha dhe ministri, është fakt që ka edhe shenjë tashmë që mund të jetë vendodhja jo larg edhe gjetjes së kartës së identitetit. Ne kemi pasur shumë raste të tilla në Kosovë. Unë kam qenë në një periudhë komandant i kërkim shpëtimit, pikërisht një njësie e cila ka qenë dedikuar për këto lloj operacionesh, varësisht prej rrethonave, varësisht prej rrjedhës së lumit, varësisht prej shumë faktorëve, është edhe kozgjatja e operacionit. Pra është shumë e rëndësishme edhe për familjarët edhe për gjithë ne që kemi durim, për shkak që njësitë e specializuara të Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës po bëjnë më të mirën për gjetjen e trupit. Ne do të jemi pranë njësive të ushtrisë shqiptare deri në gjetjen e trupit. Kërkimet për gjetjen e Jurgen Karajt po bëhen në të gjithë rrjedhën e lumit madh, si dhe në liçenin e Ulzës.